Kam një hall në zemër, s'di kujt i ankohem, tu ankohem maleve, malet më largoho, ho. Po ju kur erdhë ato? Lere se, ashtu e kam një hall, Allah. Lere. Mbaroj kosi, lere. Tu ankohem maleve, malet më largohen. Tu ankohem fushave, fushat zbukurohen. Tu ankohem qupave, thonë, ku di unë. Ti ankohem brigadierit, thot, mos, hajde në punë. Lere. Dëgjoja mbrëm, tek i thoshte Konstanca, mamaja do me thënë, i thoshte babajt, majt. Në angeli këtë quni në derë. Si t'ja bëjmë ti në qerosit. E kuptova me njerë që e kishte fjallën për mua. Sepse unë jam edhe me lesh edhe qeros. Se jam i vogli fëmive. I thot Kosmaj, mos nuk e kemi në regull me ato gjerat e burrave? Dimarsh të keqe, thote, me të tëra e kemi. Edhe ka të drejt. Edhe mbetet këtu këj mua bet, në regull? Qa fletë në da, u mërzita shumë. Thash njerë, po shkroj atje, tek ato djemë kërkojnë vajza. Po qa të shkruash? Êshte kot, atje nuk e gjemë dot. Ato të gjitha shkojnë, jam e sinqert, serioze dhe e virgjër. E din ato ku ti thonë e virgjër? Po si. Kot nuk bëjnë ashu, unë s'jam në një shëmtuar, më vla. Nuk jam i shëmtuar, po dhe më të bukur se unë nuk ka ama. Nuk ka. Kjo djetë. Pastaj, unë kam edukat të ngritur seksuale. E dini kjo? E di pse o thashte? Që po djetë në njëra këtu në salë në një kandidate, të më pres pas pune. Edhe të jetë brune. Në regull? Ja këshuja. Pastaj, më po pati në një shoqe me quka, s'ka problem, let jetë nga fjeri, nga puka. Si ta doj? Se unë njerë që thoni ju, kam qenë i fejuar. Po, kam qenë, nuk të gënjejun. Kam qenë i fejuar. Ma gjeti nusen një teze nga fshati. Nuk e di se qpati. Qpati, jo shpati. E nga trove me shpat në kosapin ti. Nuk e shaj, jo. Nese, u fejuam, e mora në Tiran një muaj, kur vajtëm prap në fshat, na u vërsu lopa, jo tha, mami, na vrau gomari. Se këshu denglash, kam vetun. S'duhe unë, pasaj, unë nuk kam shumë kërkesa, Allah. Nuk kam. Bukuria shkon e vjen, unë duhet të ketë 2 gjëra kryesore. E para, të më doj maman, babajn, vlajn, motrën në Costa Rica, edhe ta ketë mirë me ata komshite ka ditë parë. E lënë do njerë bicikletën, shumë, me raste. Edhe 2, të ditë fus gishtin e vogël. Avash, më qa keni, më la, pse kesh interpretojni, më la. Gishtin e vogël në tenxhere, që të zjet kos. Po, bra, që të numroj deri 11, 1, 2, 3, 4, 5, 11. Se po e la të 10, tentativ për kos. Nuk bet. Po kaloj 12, bet në kos legen. Qa di bësh, më la? Pra me po them, po ju le njërë numrin e celularit tim, kur ta blej, se në lanë me radio këta. Edhe adresën e Ismailit. Shkrueni. A mo shkruje? kosforyou@kosmail.kos. Në regull? Ka që kisha? Natë në mirë.